Këto ishin gjurmët që la mbrëmja 1 shtatori 2024 në lagjen Aktash në kryeqytet. Nga breshëria e plumbave mes grupeve të njohura si Capat dhe Sekiraqët, mbeti i vrarë Premtim Gashi. Për këtë rast, prokuroria ngriti akt akuzë ndaj 9 personave. Por aktualisht në duart e drejtësisë janë vetëm 7 prej tyre: Saleh Sekiraqa, Korap Gashi, Valdren Ademi, Robert Lumnica, Fatos Abazi, Erd Marevci dhe Vesel Bunjaku. Akoma të pakapshëm për organet e rendit janë Endret Lapashtica dhe Dardan Marevci. Rrjedhimisht procedura e tyre është veçuar. Të martën çështja e dytë e arratisurve u trajtua në gjykatën themelore në Prishtinë. Nga afër e curinë e seancës erdhën për ta parë vetëm familjarët e viktimës. Aty prokuroria numëroi veprimet që kanë ndërmarrë për të siguruar praninë e Lapashticës dhe Marevcit. Duke filluar nga urdhra arresti, letë arrestimi vendor dhe letë arrestimi ndërkombëtar, mirë po, ata që ndrojnë në arrati. Edhe pse janë të vetëdijshëm, se ndaj tyre është duke u zhvilluar procedura penale. Andaj prokurori Bashkim Zeqa propozoi që gjykimi të zhvillohet në mungesë. Nga kryetarja e trupit gjykues u bë e ditur se mes tjerash, në webfaqen e gjykatës themelore në Prishtinë, është publikuar thirrja për të gjithë personat që mund të kenë informacione relevante për vendodhjen e dytë të akuzuarve. Thirrje për dorëzim ajo bëri edhe nga foltorja e gjykatës. Gjykata i ka bërë thirrje të pandehurve Endret Lapashtica dhe Dardan Marevci të dorëzohen dhe të paraqiten sa më parë pranë kësaj gjykate që kjo çështje penale të zhvillohet në prezencën e tyre. Të akuzuarit ngarkohen për disa vepra penale, si vrasje rënd në tentativë, manipulim me prova, si dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Përplasje së armatosur të 1 shtatorit, dyshohet se i ka paraprirë një sherrje më parshëm mes të dyja grupeve.